Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë dhe ndihmë kërkoj. Të ndershëm vëllezër, Allahu subhanahu wa taala na obligoi me 5 kohë të namazit secilën ditë. Mirë po, kemi edhe disa lloje tjera të namazit që quhen sunete edhe që quhen nafile. Pse Allahu subhanahu wa taala e la sunetin dhe nafile? Sepse ndonjëherë kemi mundësi me gabu e nëpërmjet sunetit dhe nafiles inshallah e mbushim atë ose gabimet e tona që kemi bën her pas her, inshallah nëpërmjet sunetit dhe nafiles inshallah Allah na fal. Secilin fars Allahu që e ka obliguar kemi patjetër me realizu. Në qoftë se nuk e realizojmë, duhet mu pendu. Në qoftë se nuk pendohemi, dënohemi. Mirë po kjo nuk vlej për sunetin. Se kjo fjala sunne dhe me thonë ma ju thabu failuhu wala ju aqab tariku. Ai që e realizon e qonë në vend sunetin, merë se vap. Ai që nuk e qonë në vend sunetin, nuk dënohet. E kundër ta është farzi. Ai i cili e realizon farzin shpërblehet, ai i cili nuk e realizon dënohet. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu do të mirret në pyetje për namazin në varë. Në qoftë se ka namaz me vete, ai ka fitu dhe ka shpëtu. Në qoftë se nuk ka namaz me vete, ai ka humb. Fa in intaqasa min faradati shay, mirë po në qoftë se i mungon diçka nga farzi, nuk ka realizuar diçka nga farzi, Allahu subhanahu wa taala thot: "Unzuru hal li abdi", shifnja ju atë robin tim, a ka diçka prej sunetit dhe nafiles, namaz vullnetar? Ato i thonë po, Allahu subhanahu wa taala, melekët. Fa yukemmil biha man taqasa min al-farida. Allahu nëpërmjet namazit vullnetar e përmbus atë që e kemi lënë nga farzi. Po na çka këtë ndërsa vëllazër? Pa marrë parasysh që suneti nuk dënohemi pse nuk e falim, është mirë që mos ta na shkalojmë. Sepse une shumë jam mendu se çka me fol në këtë muaj e pastërsishme, sepse këta çështje nuk janë sekundare, nuk janë çështje të thjeshta. E di ndonjëherë ne kur miremi me hanën e me diellin e me oqeanet, a me sunetin kemi problem. Me respektin dhe prindërve kemi problem. Me dituri kemi problem, nuk mësojmë. Edhe shumë ka hoxha sot më pëlqi desi ati diçka se shumë poshtë, ne duna ma nalt. Ma nalt se kjo nuk ka. Nuk o puna veç me fol. Fol e mos realizo. O puna, ato sahabët, se cilin ajet që e kanë dëgju, e kanë mësu për men që edhe në mundu me realizu. Edhe ne, bile diçka që në dëgjojmë të realizojmë, jo veç dituri, merë dituri, po në regull suneti. Mirë, tash një nga një, do të flasim për namazet për pas farzit. Cili namaz o farz? Ti një, dy farze sabahu, apo 4 farze drejka, 4 farze ikindia, 3 recate, do me thonë për recatën të ullë, 3 recate farz akshami dhe 4 recate farz jatsia. Umbil. Këto që i përmende janë bon farz në miraq. Kret namazet tjera janë të përmendura në tokë, pejgamberi Islami ka përmend në Medinë. I ka vepru diçka ma shumë e diçka ma pak. Mirë, namazi i parë pas farzit që ne nuk guxojmë me lan,
po dhe me lanë, do shta s'him gjehenem, po thëmë, nuk në ka hije me lanë. Cili namaz është? Bash kam qef nëse ju kujtohet dikujt. Që ate hanefit të medhebi janë hanefi janë vajib, dërsa të tre medhebet tjera janë sunet. A i kujtohet dikujt? Vitri, mirë. Salatul vitr. Të ndërshëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el vitr haqqun ala kulli muslimin. Se cili besimtar e ka obligim, e ka hak me e fal vitrin. E jo me lanë. Se me lanë është shumë kollaj. Me e fal o pak, pa dhe nuk është shumë zarë. Kuj ke falë farzin, e falë edhe vitrin. Thot Imam Ahmed ibn Hanbel, a i njëri i cili e len vitrin me qëllim, do më thonë bash ju ka kujtu, nuk du të fali vitrin. Thot, aja është njëri i keq. Tash, mos keq kuptohemi, nuk thot që ka me hinë gjennem, po nuk kanë njëri mirë, se vitrin e kalon për qef. La jenë bëgi në tuqbel lehu shahade, edhe dëshmia e ti nuk i mirët. Tash, kjo që ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, nuk ka thonë Zoti, as Muhamedi Islam, një prej djetarëve të mëdhej, që a i kështu me ndonë, vitrin mos me lanë për qef. A është vajib, a është sunet, po pse, sunet a pa ka? Të mëdhejbe jo në vajib, po që këtë tjerë, që thonë sunet, a pa ka? Të dërshë vëzër, kur fillon vakti ose koha e vitrit? Si ta falin farzin e acis, më njerë mundin me falë vitrin. Mirë po, ka kohë edhe më të mirë. Vitri falet prejt se tapim selam me gjemat. Hoxha jep selam, farzit u falen, i falim dy sunete e pastaj kena mundësi deri namazin e sabajt vitrin me fal. Që e koha e vitrit. E kur është koha me e vlefshme? Koha me e vlefshme pas 12 natës. Pse? Mes me lanë rejtën kretë nata me të kalu pa namaz. A jam i qartë? E len si obligim vetës e len në 12 njatë natër ku kitë flenjë. Ti zgjohesh me rabdes edhe falë vitrin. Djetarët kanë polemizu, kanë debatu sa reqate janë vitër në këtë shkallë kanë ardhë, po ne kam për obligimi i përmend krejt. E para, vitër mundesh me falë vetëm një reqat, vitër mundesh me falë 3 reqat, vitër mundesh me falë 5, mundesh me falë 7 reqat, 9, 11, deri në 13 reqat. Por te ne, standardi i vitrit o, 3. Ama në qefse e shef dika duke falë një, ose i thuj, pse ve njët, ose a i tjetëri do me i falë 5 reqate, 7, e 9, e 11, e 13. Dhe më thonë, kjo o baza. Ama te ne, si tradit e kemi 3 reqat, nuk prish pun. A u kuptu? O në regull. Edhe 3 reqat me i falë, është në regull. Mirë po, koha me mire vitrit dhe njërë, ta kemi qartë, pas orës 12 natës. Se ne mund me përshembo të ne, dimrit, jacia falet në 5 e gjithë në 6. Edhe me njerë, tak, vitrin, a ta heki gajle. Ama, për shembull dimrit, nuk prish punë me e falë, unë i thash, mas jacije mundesh me e falë. Ama natë e madhe, mendoj natë e gjatë, do të me thonë. Prej në 6-7 deri nesër në 5 sabah, sa orë janë? 9 orë, 10 orë. E tash, kur e le vitrin për e falë, ja obligon vetës, mas 5-6 orë, pushim, i falë një 3 reqate ose kështu me radhë. Mirë. Punë e vitrit u kri. Tash, namaz tjetër,
që nuk është në rregull me na shkalu janë sunetet. Mirë. Ka sunne muakkede, sunete të vërtetuara. Ndoshta jo, s'ka hiç. Sunete të vërtetuara. Edhe gajre muakkede, sunete të pavërtetuara. Çka do të thonë të vërtetuara, të pavërtetuara, ose të forta dhe të dobta? Sunete të forta dhe sunete të dobta. Sunete të forta janë, mund që mi majtë mend, mbajnë, nëse jo, e gjejnë nëpërmjet kamerës. Suno shpeshme po të bëna e zonë? Mirë. 2 sunete para sabahit. Janë sunete të forta, bajnë me të mirë. 4 sunete para drekës. Janë sunete të forta. 6. 2 sunete mas drekës, mas farzit. Janë të forta. 8. 2 sunete mas akshamit. Forta 10. Dhe 2 sunete mas namazit yatsis janë të forta 12. Këto i quajnë dietarët sunan ar-rawatibe, sunete me rem, që nuk i ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se hadithin e suneteve të forta thot pejgamberi sa man salla 12 rak'a, ai i cili fal 12 brenda natës dhe ditës, do të thonë brenda 24 orëve. Allahu Gjeleshanu janë ndërton ati një shtëpi në xhennet. Edhe i ka përmend sunetet që i përmenda me ne. E të ne tash me njerë lindi ideja, mirë bëllë, ku mbetën këto t'ikindis edhe t'jasis para. Sunetet t'ikindis që i falëm ne 4, pejgamberi islam dë njeri ka falë, dë njeri ka lanë. Por atë shkak janë gajre muakkede, nuk janë të forta, po janë jo dobta, do me thonë, ato me si falis. Jo, po unë jam duke folë për sunetet e forta, që nuk o mirë mi lanë. Edhe jam të folë për sunetet gajre muakkede, që do njëherë, edhe mi lanë nuk prish punë. Edhe këto tjerat mi lanë nuk prish punë. Ama, në ditën e gjykimit, kur t'jeq në zërë, si kena me fitu në shefatin, ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ju në këtë botë, nëse nuk e respekton dika hiç, pastaj e zorë, a kje fitir me e thirë në telefon me të kri një punë? Ja, pëse marë, pëse? 2-3 herë këm taku në si këm banë, si këm folë, vinë marë. E si kemi dalë për nga Islam para, kur thot, a ki falë dhe një sunet, që e këm lanë në sunet me falë, jo valla jo, e po? Ti se më respektove, pëse kërkon prej me respekt? Të ndërshëm vëzër sunetin është mirë me qunëve. Mirë, e kemi në namaz tjetër, që quhet salatu duha, dhe një tjetër e përmenda. Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, e usani Khalili, më këshilloj dosti jem, do me thonë shoki jem, Muhamedi a.s. me 3 gjëra. E para, siyam 3 ayyam min kulli shahr, 3 ditë agjerim se cilin muaj. Në mund që mi i ban. Tash sunetot të hënë tëjtën, jashtë Ramazanit, apo? Po që s'mund është hënë tëjtën, 3 ditë, bile. E para, e dyta. U rek'atej duha, edhe 2 rekate mas namazit sabahit, rrin xhami pak deri të lindet dielli, e pas një kohë që të lindet dielli të 30 minuta, 40 minuta, në të vend që këndejt, ngrihesh dhe i fash 2 rekat. Pse kështu e ka lënë feja? Para mendoj ti mas sabahit, kretë shkojnë të jetë që atje me një qash, edhe në xhami, valla me nuk shkon mendja me për kaj keqja, në xhami, edhe me qëku mendja, thua, astaghfirullah, në xhami. Në gjamia njësë astaghfirullah, thu la ilaha illallah, ban dua, kur të vjere koha, i falë direkate, quhan salatu duha, janë nafile. Edhe e treta, van utire kable en anam, edhe me falë vitrin, para se me ra me fletë.
Do më thonë, këto janë 3 këshillat që ja ka dhënë pejgamberi alislam Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Mirë, çfarë sevapi ka mi fal 2 rekate salatu duha? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i ka 360 nije. 360 nije njeriu i ka. Thot, yusbihu ala kulli sulama, për çdo nije tuajën, kur falni që lëvizni, e keni sadaka. Si me dhoni sadaka më? Jo një, 360. Wa kullu tasbihatin sadaka. Çka do të thonë fjala tasbih? Do të thonë me thonë subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Pra arabishës kur ta përkthejmë në gjuhën tonë, çka i vjen fjala tasbih? Me thonë subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Se çdo herë që themi alhamdulillah, on le mos, sikur më ia dhon dikujt 100 dinar, 50 dinar. Wa kullu tahlilatin sadaqa. Se çdo herë që themi la ilaha illa Allah, on sadaqa. Wa kullu takbiratin sadaqa. Edhe se çdo herë që themi Allahu akbar, on sadaqa. Shemë ski parë me dhon sot, a pak, a zona me thonë Allahu akbar. Wallahi. Po këtë më varet se si e mësojmë veten dhe si e edukojmë veten për këta çështje që jam duke i përmendur. Wa amrun bil ma'rufi sadaqa. Edhe mi i thirr njerëzit punë të mira, o sadaqa, o lemo, sikur me dhon parë. Wa nahyu anil munkari sadaqa. Edhe mi largu njerëzit nga veprat e liga, o sadaqa. E kretë kjo ndodh, këtë të sevapë ndodhin nëse i falë 2 rekate salatu duha. Ama pak do të me ndajtë pa gjumë. Për shembull tash Ramazan, natën pa gjumë deri si firë, në sabah për gjumë. Mas sabahit do të me pritë dhe një gjysore me dal dielli, edhe plus një gjysore tjera, edhe mi falë 2 rekate. O pak zarë për me realizu. A vallahi, është mirë njëherë në vjetë, jo në vjetë, po njëherë deri sa jemi gjallë një jetën tonë me eba. Mos e linit njëherë pa e provu pa eba. A u kuptu? është mirë në ditë. Bismillah, mundohesh pak me fletë të shvija dhe e zedhe një vend ati, ama nuk o mirë me lëvis. Ma sabaj, dele ban një kruk jashtë, mëse vinë, ja. Në vend, që ati ku i ki falë farzin, ulesh janis, bismillah, dua që këto lutjet që i përmendëm dhe lutjet tjera që ju se cili dini që ka keni nevoj që Allahu dhe lëshan të jetë. Të ndërshëm vëzër, jam i sigur që keni ndëgju, por po e përmendi prap, e keni ndëgju për sunetet e abdesit. Sunet abdesi ka 2 sunet, 2 rekate. Nuk ka pa tjetër, po janë na file. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Bilal, o Bilal, Bilal Habeshijës, më tregon dhe një punë që e ke ba jashtë farzit dhe sunetet që keti dimne. Pse se andër e kam pa në xhennet të hiti me nallë, të hecë, rakatak me nallë. Nallë për pala që kënë, shte s'ka nallë, shte këtë patika original, kundër original, nallë të shkun. E kam dëgju me nallë ti, tak të hinë gjennet. Bashkë më interesant qëfar punëve që ka i të bon ti, jashta obligimeve që i kemi, thot Bilali, nuk kom bon për dhe një punë, kushe di qka? Mirë po thotë une, nuk ka mundësi me u pastru, për shemë u pastru kretë komplet, se me marë abdes, natën ose ditën, edhe pas secilës herë që ka marë abdes, i kom falë 2 rekat. A e kuptoni tash? Për atë shkak ne nuk jemi njësoj të Zoti. Valla unë e falë një farzën dhe ti, pse ti dishkallë më ndalë gjenet, më pak, ka punë tjera. Nuk ka bashkollaj edhe lejtë, që e mbëllë, pasit se dhe sherë që merë abdes mi falë të reqata, po.
duhet me pas vëmendje kë njeri, duhet me pas kohë, duhet me pas durim, sabër, edhe me i falë të reqat. Për atë shkak e kanë dëgju Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, andër e ka pa se si Bilali me ato nallët e veta, tak, në xhenet. Punë e zorshme me falë të reqat mas, nuk o, zorë, po ndoshta koha nuk na premton. Nëse e bëjmë, mirë, nëse nuk e bëjmë, nuk prishmë. Të ndërshëm vëllezër, tahiyatul masjid. Jam të folë për nafile tash. Do më thonë, prej të vitri vazhjip, ato sunetet që i përmendëm të namazeve, tash me njëherë nafile. Tahiyatul masjid ta, shembull, kjo ardë namazin i këndis me e falë, po kjo ardë 20 minuta para. Edhe tak ndalës, unë i falë dire qatë, tahiyatul masjid i thonë, selam mi dhonë gjamis. E përshëndet gjamin me dire qatë namaz. Disa shkolla juridike me dhebe kanë bo vazhjip këtë namaz, të me dhebe jonë të hanefit është sunnet. Ose nafile, aj që ka mundësi, me e bo është mirë. Të ne, për agjilerë të me siguri e kanë dhe ju, thonë, kur që kështë një gjami që së pari herhin, kur një herë s'ke kjenë, mos e ullë pa i falë të reqatë. Amo kjo, pse mes me e bo dhe në gjamin të anë, besit së dhe herë që i vjenë. O kjo arë 10 minuta para kohë. Po nuk o pa tjetër më ullë, falë e për të reqatë, të reqatë mi falë, pa e gjise vape kati. Ka ruku, ka stejqli, ka suretul Fatiha e këndonë, ato regullat që i ka namazë. Dua ban, në të jatë, dua për babën, për nanën, për musliman, nuk o pak. Du me thonë ti, hajse di sunetet, di nafile, ama më brenda asaj ka shumë sunetet, shumë farze, shumë mire, shumë rafë. Të ndërshëm vëllezër, e kemi pastaj namazin, salatut tarawih, namazit taravive. Namaz taravija, mund me falë mas Ramazanit? Shemë dhe ka kujtu njënit në 8 muaj atje, ka shku në deti të azamën e u kam tekë, e za tekë hoqën të kunebe i falë me një 8 reqatë taravih. A ka ajo? Taravih nuk ka kur të kujtojt neve. Taravih ka veç në Ramazan. S'ka namaz taravije mas Ramazanit, veç në Ramazan. Do më thonë, feja jone ka para po që veç në Ramazan me falë salatut taravih. Qka i vjen namazi i qetësimit, namazi i pushimit. Për atë shkak namazi i taravih së është mirë mu falë, ma nga dalë. Ta s'pa thamun me falë 3 orë, ama edhe jo 20 minuta. Si e ma një mend për parë. Dirishme unë e mojme si ma i ri, ku kina me shku sante, s'kish gjamija atër, 4-5 gjamija, ja pasha Sultan Murati, Mustafa Pasha, në për Gazibab, një 5-6, apo? Murat, 7-8, 10, ku kina mu falë, ku falën më shpejt. Po për shembull tash, pa emna, ku cëlla gjamija falë më shpejt atje? Gjepat me son qokleta se lule djelit zeza, kur dilsh mi pi. Elhamdulillah që kena shku. Ase a kena pas mundësi mës me shku, po. Kena pas mundësi hiq mës me shku. Ama ne shpejt ama bilin a falë. Inshallah Allah i në ban kabull, që ashtu si, e inshallah kena pas një jetin e mirë. Se ndërnëherë ti mundesh mu falë si me laqë, ama një jetin e kitë keq. Edhe ki namaz në kohët. Hiq, ki bile ma i keqa. Namazi i diftirishit, Thu ti se ke ma lere udhës të hinë gjennet, ama zemrën e ka të më shohë filani, të më shohë falani, kim namaz, ma mirë ma shpejt, e me njetë mirë se sa njetën e keqa namazin kada. Me siguria mi qartë. Edhe të ndërshëm vëllezër, edhe 5-6 ditë tash, mund me nis me falë dhe namaz natë, apo? Nëse nuk keni kohë me shku në xhami ku kanë me falë namaz natë, të shtëpia s'u dal askush. E namaz natë mundesh me falë 2 rekate, mundesh me falë 4, mundesh me falë 6, edhe mundesh me falë 8 rekate. Ama nëse e vendos me falë namaz, për shembull, sante e kanë vendos me falë namaz natë, vitrin mos e fal. Për shembull i në xhami,
E ke bon jetë me falë namaz natë dhe mëse falë vitrin, se a thamë që vitrin o namazi i fundit. I falë 2 rekata, 4, 6, 8, se ke bon jetë, e pas ta e falë dhe vitrin. Po tash njerëzit, o gjaj, kom falë me vitrin, une, qka me bo? Falë edhe njëherë vitrin. Ama mos e leves me namaz natë. Po dhe vitrin o mirë edhe njëherë me falë, që vitri tjetë namazi i fundit, që e ke falë atë natë. Edhe tash 10 netët e fundit Ramazanit, të shfridzojmë edhe me namaz natë, inshallah. Unë ka që pa ta për sot, inshallah Allahun në ndihmon, të gjithëve kabul në bën, dhe inshallah Allahu të gjithëve në xhenet në sënë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.